Vlera e fjalës Subhanallah. Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell dhe thotë: I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Kush thotë, i lartësuar dhe patëmeta është Allahu, atij i takon lavdia. 100 herë i shlyen gabimet, edhe nëse janë sa shkuma e detit. I shlyen gabimet, pra i falen atij mëkatet, edhe nëse janë të shumta sa shkuma e detit. Nëse njeriu e thot këtë fjalë dhe e përsërit atë 100 herë, Allahu do t'ia falë mëkatet e tij. Allahu thot në Kur'an: Vërtet, Allahu i fal të gjitha mëkatet. Surja Zumer 53. Për atë është gjithçka e mundur. Për atë nuk është shumë që ai je, i madhëruari Allah, sepse ai është i pasuri, i lavdëruari, bujari, jep pa llogari dhe pa kufi, i fal të gjitha mëkatet atij që pendohet. Nëse njeriu e thot këtë fjalë, i falen gjunahet. Edhe ky hadith, sikur të tjera që flasin për shlyerjen e mëkateve, ka të bëjë veçanërisht për mëkatet e vogla, ndërsa për mëkatet e mëdha është kusht pendimi. Allahu thotë në Kur'an: Juve, ne do t'ua shlyejmë mëkatet e vogla. Surja Nisa 33. Dhe i dërguari, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë: 5 namazet, Xumaja deri në Xuman tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, shlyejnë gjunahet që janë mes tyre, nëse i shmangeni mëkateve të mëdha. Andaj, shlyerja e mëkateve ka të bëjë për mëkatet e vogla, edhe nëse janë sa shkuma e detit, ndërsa ato të mëdha nuk shlyhen ndryshe, përpose me pendim. Kuptimi i pjesës Subhanallah, fjala tesbih, është largimi çdo tëmete dhe mangësie nga Allahu i madhëruar. Besoj në të, pa i shoqëruar në adhurim diçka. Besoj se ai nuk ka fëmijë edhe nuk ka bashkëshorte, një gjë të cilën e pretendojnë paganët jo besimtarët. Ai është i pastër nga çdo emet e nga çdo mangësi. Besojmë se ai është i pastër nga ajo çfarë thonë mohuesit e emrave dhe atributeve të tij. Pohojmë për të atë që ai tha për vete, për çdo emër dhe atribut, nga se është për sosmëria e Allahut. Lavdi është falënderim ndaj Allahut. Ky hadith përmbledh 2 lloje të dhikrit përmendjes së Allahut: tesbihun, fjalën Subhanallah, dhe falënderim ndaj Allahut. Transmeton Ebu Dheri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se është pyetur i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të: Cila është fjala më e mirë? U përgjigj: ajo fjalë që e zgjodhi Allahu për me laikët e tij, apo për robërit e tij, i lartësuar dhe pa